Nuk kërkoj një barë më të lehtë, por shpatulla më të gjera, forca për të përballuar gjithçka, në këtë jetë, të gjithë bartim barë. Disa më të rënda, disa më të lehta, por secili me të vetën. Në rrugëtimin ton, ka ditë kur lodhja na mund, kur dhimbja na përkul, kur sprovat duken më të mëdha se fuqitë tona. Është në ato çaste që lind pyetja, pse unë? Dhe ndoshta lutja që njeriu bën në heshtje është, o Zot, ma lehtëso barën. Por në vend që të kërkojmë më pak peshë, ndoshta duhet të kërkojmë më shumë forcë, nuk kërkoj një barë më të lehtë, por shpatulla më të gjera. Kjo është filozofia e atyre që nuk duan të ikin nga përgjegjësia, por të rriten përmes saj. Është mendësia e njerëzve të mëdhenj që kuptojnë se sprovat nuk janë për t'u shmangur, por për t'u kapërcyer. Dhe për këtë duhet të ndërtojmë brenda vetes shpatulla më të gjera, mendje më të fortë, shpirt më të thellë dhe një zemër që nuk dorëzohet. Kuptimi i vërtetë i forcës, forca e vërtetë nuk është të mos rrëzohesh kurrë. Është të ngrihesh gjithmonë, sa herë që bota të përplas në tokë. Sepse shpatullat e gjera nuk janë dhuratë, ato ndërtohen me vuajtje, sakrifica, vendime të vështira dhe këmbëngulje. Çdo sfidë që kalon, çdo zhgënjim që përballon, çdo humbje që e shndërron në mësim, është një tull më shumë në ndërtimin e forcës tënde. Nëse kërkon që jeta të bëhet më e lehtë, do mbetesh peng i rrethanave. Por nëse kërkon të bëhesh më i fortë, atëherë ke zgjedhur rrugën e trimave, të udhëheqësve, të shpirtit të pathyeshëm, filozofia stoike. Ndërto veten, jo rrethanat. Filozofët stoik, si Epikteti, Seneca e Mark Aureli, na mësojnë se nuk kemi kontroll mbi gjithçka që ndodh jashtë nesh, por kemi kontroll mbi veten. Kur nuk mund të ndryshosh stuhin, bëhu ti i fortë sa për ta përballuar. Në vend që të kërkosh që të tjerët të sillen më mirë, ndërto durimin tënd. Në vend që të lutesh që sprovat të zhduken, ndërto mençurinë dhe durimin për t'i përballuar. Kjo është shpatulla e vërtetë, vetë përmbajtja kur zemërohesh, urtësia kur gjithçka rreth teje shpërthen, kur ajo kur gjithçka duket e humbur. Histori që frymëzojnë. Nelson Mandela kaloi 27 vite në burg, por doli me shpirt të paepur, jo me urrëtie. Viktor Frankl, i mbijetuar i Auschwitzit, tha, nëse një njeri ka psen, ai përballon çdo si. Helen Keller, e verbër dhe e shurdhër, por u bë një nga gratë më të fuqishme të shekullit të saj. Të gjithë këta njerëz nuk kërkuan barë më të lehtë. Ata ndërtuan shpatullat për ta mbajtur atë. Si të ndërtosh shpatulla më të gjera në jetën tënde, disiplina e përditshme, fillon me zakonet e vogla, zgjohu herët, përballohu me punën pa ankesa, jepi vetes urdhra dhe bindu ndaj tyre. 3. Prano fatin, edhe kur nuk e kupton, amor fati, dashuro fatin tënd. Mos i urre sprovat. Mos i mallko humbjet. Ato janë pjesë e rrugës që të kalit. Ato janë gurët që ndërtojnë themelet e një karakteri të pathyeshëm. Kupto se gjithçka që ndodh, qoftë e dhimbshme, është pjesë e planit që të rrit. Ndoshta nuk do ta kuptosh sot, por një ditë do kthesh kokën pas dhe do thuash, faleminderit që më dhe këtë betejë. Patë, s'do isha ky që jam sot. 4. Mendo vdekshmërinë, memento mori, mos harro se koha jote është e kufizuar. Njerëzit e mëdhenj jetojnë çdo ditë sikur të ishte e fundit, por me një qetësi që vjen nga pranimi i vdekjes. Çdo mëngjes kujtoje veten, sot mund të jetë dita ime e fundit. Si dua ta jetoj? Kjo nuk është depresion. Është fuqi. Sepse të bën të zgjedhësh me kujdes fjalët, veprimet dhe vlerat e tua. 5. Shërbe, mos u anko. Stoiku nuk është një egoist. Ai e di se jeta nuk është vetëm për veten. Forca e tij ka vlerë vetëm kur i shërben të tjerëve. Prandaj, në vend që të ankohesh për botën, përpiqu të bëhesh shembull i asaj që mungon. Bëhu njeri i drejtë, fjalëmbël, i ndershëm, që i mban premtimet. Pjesa i trupi si aleat, ndikimi i fizikës në shpirt. Mos e nënvlerëso fuqinë që ka një trup i fortë për të ndikuar mendjen. Trupi është mjeti me të cilin udhëheq shpirtin. Ushtrimi fizik është një disiplinë stoike në vetvete. Ai të mëson durim, kontroll, vetzotërim. Kur e shtyn veten në një stërvitje të vështirë, i thua vetes,
Unë zgjedh vuajtjen tani që të mos thyem më vonë kur vuajtja të vijë vetë. Pjesa IV, qetësia, arma më e fuqishme, në një botë ku të gjithë reagojnë me zemërim, ai që rri I qetë ka më shumë fuqi. Ai ka kontrollin. Nuk është rob I impulseve. Dhe kjo është ajo që stoiku kërkon, kontroll mbi veten, jo mbi botën. Qetësia nuk është mungesë ndjenjash. Është ndjenje e kontrolluar. Është uragani që rri I heshtur brenda teje, por ti zgjedh të mos e lësh të shpërthejë. Pjesa V, fundi që s'të thyen, por të ringrit, nuk ke ardhur në këtë botë për të pasur jetë të lehtë. Ke ardhur për të fituar luftëra të brendshme, për të ndërtuar karakter që qëndron edhe kur gjithçka tjetër bie. Nuk do kërkosh më që bota të jetë e butë me ty. Do kërkosh që ti të bëhesh I fortë me veten. Kjo është rruga e stoikut. E liderit. E atij që bart barë dhe nuk ankohet, mos e kërko rrugën më të lehtë. Kërko shpatullat më të gjera, sepse jeta nuk të pyet nëse je gati. Ajo vjen. Por kur ke ndërtuar veten, je gjithmonë gati dhe një ditë, kur të tjerët të dorëzohen, ti do qëndrosh në këmbë. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse u bëre I fortë. Nuk kërkojmë mëshirë nga jeta. Kërkojmë karakterin për ta përballuar atë.